Këtë të premtë në drejtësia në Kosovë, ndiqni pjesën e dytë të emisionit për krimin në Bellanicë. Ndiqni hulumtimin për rolin dhe përgjegjësinë e shtabit të UÇK-s në ngjarjet e Bellanicës. Shumë marramendse, 1-2 milion për mashin, për me hesht rastin. Çfarë novke përdori ushtari i UÇK-s i cili kidnapoi Ramiz Hoxhën? Vallahi se di. Po thash ta mos e kanë si far obsedimia shpëtoi. Thash biç që ty u bazova në istan se çfarë së një rash fije. Pse prokuroria nuk arriti të zbuloj detajet dhe novkat e atyre që morën pjesë në këtë krim? Si e përshkruan Jakub Kastrati burgosin e tij nga UÇK dhe pse sipas tij veprimtaria e tij e Ramiz Hoxhës nuk ishin antikombëtare? Ka pas në Malishev iniciativa mi dorëzuar. Çfarë mëra? Ja, shta ju ku më thonën qeshka për arme. Dhe në fund, ndiqni rubrikën Policia, drejtësia në Kosovë, çdo të premtë nga ora 22 dhe repriza të hënën në mesditë.